ashtu si të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, të jenë të fokusuar tek kryefjala e kësaj fushate dhe kryefjala e një më të madhit që është Shqipëria në Bashkimin Evropian. Kryeministri i vendit Edi Rama është ndalur në Shkodër ku ka vijuar takimet me atë që ai e quan skuadra e re për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Nga kryeqendra e Veriut, kreu i qeverisë kërkoi votën e socialistëve dhe demokratëve në zgjedhjet e 11 majit, pasi vendi nuk ka kohë për të humbur. Ata që kemi përballë ose më saktë që kemi mbrapa, se ne përballë kemi vetëm horizontin e Bashkimit Evropian dhe s'kemi kundërshtar përballë, për kemi mbrapa, edhe prandaj edhe dëgjojmë në mënyrë të vazhdueshme zhurma, edhe dëgjojmë në mënyrë të vazhdueshme klithma dhe britma dhe sharje dhe mallkime dhe lehje. Na duhet mbështetje. Shumë thjesht, na duhet mbështetja e popullit të Shkodrës, na duhet mbështetja e socialistëve dhe demokratëve të Shkodrës. Jam i sigurt që Shkodra do t'i mbështesë ata dhe do punoj fort dhe bashkë me mbështetjen e qeverisë shqiptare, Shkodra do të kthehet porta e hyrëse e Shqipërisë në Europë. Rama tha se fjala kënet me të cilën i referohet opozitës merr kuptim në Shkodër, pasi sipas tij, përpara se të vinte në krye të bashkisë Benet Beci, kryeqendra e Veriut ishte një vend i harruar. Të vazhdojmë të bëjmë shumë për Shkodrën. Shkodra është lënë mbrapa dhe prandaj po bëj një fjalë jo si në vendet e tjera, sepse këtu ka një specifik. Shkodra është vendi më i lehtë mbrapa në të gjithë tjerët rrullin e Shqipërisë. U erdhëm për këtu, pash që për herë të parë pash liqenin nga rruga. Futeshe në Shkodër, sikur futeshe në një xhep falso. Siç ka qenë edhe hyrja Vlorës dikur, edhe këtu, sikur futeshe ke lana në Tiranë në vitin 2000. Eksakt. Vetëm se në vend lanës, ujit është rruga. Këtej godina në mes. Tani është hap liqen dhe aty ai projekt do të jetë projekt që do të transformoj komplet imazhin e Shkodrës për çdo që do hyjë në Shkodër dhe do t'i japi shumë energji pozitive dhe shumë krenari edhe vetë atyre që banojnë kur të hyjnë e dalin nga ky qytet. Që e ka beku Zoti si asnjë qytet tjetër të Shqipërisë, me të gjitha llojet e gjëra. Nuk çdo gjë që natyra mund të ofrojë dhe mund të ketë si larmi, Shkodra e ka. Listën e kandidatëve për deputet të demokratëve, Edi Rama e ka cilësuar të një kënete dhe shumë qesharake për Shkodrën. Janë kthy prapë të ca personazhe, unë nuk e kuptoj dot domosdoshmë si mund të insistohet në të njëjtin budallëk. Është habi shumë e madhe. Për ca personazhe që është të vjen zor ti përmendesh dhe emrin që i kanë vënë atje në listën e kënetës. Kënet e vërtet. Dhe nëse ka pas dhe ka akoma një vend që e tregon vetë vendi se çfarë është këneta, ka qenë Shkodra deri para se sa Benedi të vinte këtu. Dhe nëse ka një kartvizit këneta, është lista e deputetëve të Shkodrës. Përjashtoj vetëm një person për të cilin unë kam respekt, që është ajo zonja që është parlament. Gjithë tjerët janë personazhe qesharak, grotesk. Ai nënvizoi se shumë projekte kanë filluar të realizohen në zonat përreth, duke përmendur ndërhyrjet që janë bërë në Malësi të Madhe, në Puke Vaudejës. Rama po ashtu përmendi edhe projektin për ndërtimin e hekurullës Durrës-Prishtinë. Që me projektet madhore të qeverisë, deri te hekurudha Durrës Prishtinë, që do të cek pikërisht Shkodrën si një domosdoshmëri në të gjitha kuptimet, pra një projekt shumë i madh që është në proces. Kryeministri bëri me dije se të njëjtën e 27 marsit Partia Socialiste do të prezantojë programin për Shqipërinë 2030. Nga Shkodra, Rama u shpreh se për çdo fushë ka strategji dhe se programi është qeverisës, ndër të tjera ai deklaroi se Partia Socialiste është garante dhe mbështetëse e drejtësisë.